Kujtohet vdekja në New York të një prej figurave më emblematike të Vatrës, Agim Karagjozi. Ai ishte ish kryetar nga 2 dekada, inxhinier Agim Karagjozi ishte president deri Federatës Panshqiptare e Vatra, ndroi jetë në spital në Long Island në New York në moshën 92 vjeçare në datën 4 prill 2018 dhe me këtë rast edhe u përkujtua edhe në gazetat shqiptare. Indjeri La Paz, bashortën Rozi, djemë Sydin Shpëtimin, vajzën Angel, motrën Bukuroshe, vëllain Vesimin, besën Miranda, Telegrafi, nipin Armand Veçanit së dhe shumë, nipa e mbesa kushurinë familjar në Shëballën në Shqipëri. Kështu u përkujtua edhe pas kaq ditësh pikërisht figura e Agim Karagjozit, i lindur në shtator të 26 në Gjirokastër, në New York, ndroi jetë në datën 31 mars 2018. 4 klasë fillimit fillori për një qytetin e lindjes, të 5 në Vlorë në vitet 38, vazhdoi liceun e Korçës, gjimnazin e Gjirokastër, gjimnazin e Tiranës deri në klasën e 5, nga viti 48-49 deri në 55 ndoqi studimet kolegjin amerikan Robert College në Turqi, ku diplomon inxhinieri dhe dega elektrike. Tipari më i qëndrueshëm i tij ishte lidhja e thellë shpirtërore me identitetin kombëtar shqiptar dhe vullneti për të bërë detyrën ndaj ateut, duke marrë pjesë në çdo veprimtari në shërbim të realizimit të aspiratave të drejta të popullit shqiptar, kudo që ka qenë në Shqipëri, Itali dhe Amerikë. Në vitet 43-44 ishte antar aktiv në rinjin e ballit në Gjirokastër, Vlorë, Tiranë. Në verë të 44 ishte vullnetar në batalionin Besnik Çana dhe shkoi në Kosovë për luftuar kundër forcave të Mialoviçit në qafë të Morinës, ku ra dëshmori i riu Hamit Troplini. Në nëntor të 44 u largua në Shqipëri, më pas after 4 vitesh në kamp refugjatësh në Itali bashkë me papan, emigruan në Turqi. Në vitin 56 erdhi në Amerikë dhe që nga viti 60 ishte antar i Federatës Panshqiptare Vatra dhe nga viti 92-2010 ishte kryetari historik i Vatrës. Me këtë rast të kujtojmë të figurë të ndritur të Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra.